në Kosovë, në bashkëpunim me zyrën e kryeministrit, organizon punëtorinë për mënyrat e aplikimit të machine learning në zhvillimin e politikave të bazuara në evidencë. Gjatë kësaj punëtorie, UNICEF-i ka angazhuar profesorin e mirënjohur zotin Michael Lehner nga Universiteti i Sengalenit për të na ndihmuar që të diskutojmë edhe të shohim mënyrat se si machine learning mund të aplikohet në kontekstin e Kosovës. Me një fjalë, është një metodologji shumë e inovative për analizimin dhe vlerësimin e politikave me qëllim të optimizimit të tyre. Do të vazhdojmë tutje me trajnime dhe të pilotojmë, të eksperimentojmë vlerësim të politikave aktuale të qeverisë në mënyrë që të lehtësojmë vendimarrjen e bazuar në të dhëna. We just finished an introduction to causal machine learning, and I am very excited about the potential that Kosovo showed to quickly learn this methodology, and I think it's going to change the way the government does policy going forward. Trajnimi për inteligjencën artificiale, shumë i dobishëm, shkëmbimi i përvojave, shpresoj që në ardhmen do të kemi trajnime të ngjashme më të detajuara, në mënyrë që t'i përdorim në punët tona të përditshme. Të dhënat janë themeli mbi të cilën ndërtuan vendimet e mençura, ndërsa machine learning e kthen të dhënën në parashikim dhe njohuri të përdorshme. Trajnimi është një iniciativë shumë e mirë për me pa teknikat më të reja, siç është ndërlidhja e ekonometrisë edhe machine learning për me i optimizu politikat publike.